Merr fun epoka e qirave të lira, qirat përmbytin qytetarët, shteti hesht. Qirat janë shndërruar në goditjen më të fortë për familjet shqiptare. Të dhënat zyrtare të Instat tregojnë se në nëntor 2025 qirat shënuan rritje më të lartë të çmimeve, me plus 6.7%, duke u kthyer në faktorin kryesor të inflacionit dhe duke lënë pas edhe ushimet. Një prirje që nisi në verë dhe po forcohet nga muaji në muaj. Po së shtrenjtojnë qirat? Arsyet janë të shumta, por bara përfundon gjithmonë mbi qytetarin. Blerja e banesave është bërë paprballueshme, duke detyruar mijëra familje të qëndrojnë për vite me radhë në qira. Kreditë të shtrenjta i shtin pronarët të rrisin çmimet për të mbuluar këstet mujore. Qirat ditore turistike kanë përfituar një pjesë të madhe të banesave, duke të kurrur ofertën për qira afatgjata. Apartamente bosh të blera nga emigrant ose të huaj që përdoren pak ditë në vit dhe nuk hin fare në treg. Inflacioni i përgjithshëm, nga materialet e ndërtimit të shërbimet dhe taksat, transferohet direkt te qiramarrësi. Se duhet të paguash shtër Tiranë? Shifrat janë alarmante. 1+1 deri në 900 muaj në zonat më të kërkuara. 2+1 pranë stadiumit Air Albania deri në 1.800 muaj. Ish bloku, 650 1+1 dhe 900 D+1. Rruga e Elbasanit, 700 1+1. Liçeni artificial, 900 1+1 dhe 1.400 D+1. Apartamente 300, 350 gjenden rrallë dhe vetëm në periferi si Astiri apo Fresku, dhe zhduken brenda orësh. Ndërkohë, për turistët, Tirana mbetet parajsë e lirë, 40-60 euro nata, fal shpërthimit të qirave afat shkurtra në platforma online. Sipas Sajrdna, në fund të 2024 se kishte rreth 21.000 njësi të listuara në gjithë vendin, 3.000 vetëm në Tiranë. Problemi e raskush këtë të prek. Një realitet i njohur nga të gjithë, por i toleruar nga institucionet. Shumica e banesave jepen me qira në të zezë. Pa kontrata, pa fatura, pa taksa. Ndërsa qytetari paguan qira gjithnjë më të larta, shteti humbet miliona euro në të ardhura dhe bën sikur nuk sheh. Pritet, ekspertët paralajmërojnë se rritja do të vazhdojë. Kërkesa mbetet e lartë, oferta e përballueshme pothuajse zero. Pa politika serioze për banesa sociale, ndërtim me çmime të përballueshme, kontroll real të tregut dhe formalizim të qirave. Bara mbi qiramarrësit do të bëhet edhe më agresive. Në Shqipëri sot, shtëpia nuk është më stresh luks. Dhe luksin si gjithmonë e paguan qytetari i zakonshëm.